Arilena Ara shfaqur në studion muzikore së bashku me Darko Dimitrov dhe duket se janë gati të publikojnë projektin e tyre më të ri. Mund të themi se Arilena është një artiste shumë e talentuar dhe jemi gjithë thyevesh për të parë surprizën e radhës. Julka ka disa muaj që është bërë mami, por për herë të parë ndau me ne këtë foto së bashku me bebushin e saj. Kjo foto ka shumë dashuri për brenda dhe mund të themi se nuk ka shumë nevojë për koment. Shqipëria këto kohë po bën një ho në gjithë botën dhe na bën të krenohemi sidomos kur bëhet fjalë për emra si Ermonela Jaho. Sopranoja e njohur është nominuar në International Opera Awards për çmimin e publikut. Do të jetë data 15 maj kur do të shpallet çmimi dhe ne shpresojmë shumë që artista të triumfojë. Ai është përzgjedhur në mes emra shumë të njohur të muzikës lirike ndërkombëtare dhe ne jemi shumë entuziastë. Njonca është kjo këngëtare që shihni në foto, e cila sapo ka përfunduar projektin e saj muzikor me Skrillex. Vajza është me origjinë shqiptare dhe duket se Shqipëria po bën namin këtë kohë nëpër botë. Ne ju urojmë suksese.